Zoti kryetar, të lutem shumë të rhiqu vëmendjen deputetëve dhe veçanërisht kryetarit të grupit parlamentar të maxhorancës, që kur flitet në parlament të çohet në këmbë. Nuk është në konakun e vetu në Bërzesht të Librazhdit, por është në parlamentin e Shqipërisë. Dhe të respektoj parlamentin dhe të mos flasi ulur nga vendi. E kuptojmë që ka 20 vjet në këtë parlament dhe 13 vjet në pushtet, por minimalisht të ketë etikën ku flet në parlament. Sepse ndoshta është i vetmi ministër ose ish ministër që ditën më të lumtur e ka kur e shkarkuan, sepse dihet arsyen pse e shkarkoi Rama si ministër i brendshëm, sepse do dalin pak më vonë me sa duket. Së dyti, zoti kryetar, ka gati 3 muaj që është mbledhur ky parlament, kryeministri ka ardhur vetëm kur ka bërë betimin edhe kur ka bërë një fjalim për buxhetin. Tani më gjeni një vend të Evropës ku kryeministri shkon një në 3 muaj, një në 6 muaj në parlament. Në Republikë parlamentare kjo. Nuk ndodh. Ashtu si nuk ka asnjë vend të Evropës kur një ministër ka një akuzë për korrupsion dhe kryeministri të mos ta shkarkojë. Ta pyesi veten kryeministri, ku ka një vend në Evropë ku ka një akuzë për korrupsion për ministrat e tij dhe nuk e shkarkon ai. Këtu po përballemi me një puç kushtetues. Fakti që ministrja nuk shkarkohet nga kryeministri jo vetëm se ai ka hallin e vet, por edhe për faktin sepse po tentohet me çdo mjet për të kapur gjykatën kushtetuese dhe për mëtej spakun më pas. Edhe duke tentuar madje që të ulet edhe numri i deputetëve dhe për ndryshuar parlamentin, pse jo për ndryshuar edhe rregullat me institucionet e drejtësisë. Ndaj të lutem, zoti kryetar, ne duam përgjigje herës tjetër, do vi ose jo kryeministri, sepse nuk mund të vazhdohet më kështu. Faleminderit. Faleminderit. Zoti